dashur shqiptar, arkeologët francez kanë gjetur në Serbi, që quhej dikur Moezia e sipërme, një mbishkrim në latinisht. I dauni Apolloni. O zoti i madh, e çdo të thotë kjo, askush nuk e ka zbërthyer deri më sot sepse nuk e din që kjo nuk është fjalë latine. Kjo është fjalë ilire. Dauni do të thotë ujk në ilirisht, është origjina e emrit të Dakias. Dakia quhet Rumania. Është vendi i vampirit të dashur shqiptar ose Apollo ujk. Dhe gjë më e bukur është se quhet I dauni Apolloni. Dauni Apollon ose Apollo ujk. E njëjti Apollo ujk është regjistruar në Ulkinion, në Ulqin të dashur shqiptar. Kjo është e mrekullueshme. Pra, dauni Apolloni është përkthim i Ulkinion Apollon. Ju betohem. Çmenduri. Qyteti i Ulqinit, që grekët thonë që ju jeni të ardhur, sepse fjala Ulkinion gjoja është gjetur tek albanët në Skythi, domethënë në Rusi. Por në qoftë se është gjetur atje, këta janë pikërisht kolon i lirë atje, është e vërtetuar. Në veprën Argonautika. Tani, kjo është çmenduri. Deri në këtë moment që po bëjmë këtë film, nuk e ka shpjeguar njëri këtë fjalë, sepse askush nuk e di që kjo është pikërisht një mbishkrim për Apollon ujk. Nga e diun këtë, kjo është në fjalorin e Hezikiosit të Aleksandris, ku ai thotë që këta janë lirë të pastër, quhen daunoi, por është dhe një fis tjetër në daki daoi. Daunoi dhe daoi janë një ta gjë. Janë fisi i Apollos ujk. Tani të dashur shqiptare, fjala Apolloni, e dini çfarë është? Është rasa dhanore në latinisht. Emri Apollos. Por latinët e kanë marrë këtë nga ilirët dhe helenët. Apolloni është rasa dhanore në ilirisht dhe helenisht të dashur shqiptar. Tani, gjë më e bukur është kjo. Ky mbishkrim është gjetur po ashtu në Thraki, tek ilirët Thrak, dhe atje shkruhet në mbishkrim. Daunon teikos. Po ç'është kjo daunon teikos? E kam parë në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, e kam përkthyer nga gjermanishtja në anglisht me fjalor, por këtë se kam përkthyer. E përktheva sot të dashur shqiptar. E dini ç'do të thotë? Kështjella e daunëve. Fjalë për fjalë. Pra, daunon është emër në rasën kallëzore. Çfarë është kjo daunon? Një lloj si Arbanon. Çfarë është ky mali Arbanon? Në ilirisht. Por dhe në helenisht është një lloj, edhe në gjuhën e prygasve. Kjo rasa kallëzore është gjetur vetëm në shqip, në ilirisht, thrakisht, prygisht. Por dhe në gjuhën e Lykias, në Azinë e vogël. Të gjitha këto gjuhë mund t'i mbledhim si dialekte ilire. Kjo i ka çmendur grekët fare. Fare. Arsyeja pse kjo i ka çmendur grekët është kjo. Në Byllis është gjetur fjala tikai, që grekët nuk e dinin ç'do thoshte. E kam zbërthyer unë. Kjo është ilirishtja koine. Ilirët e kanë ndryshuar fjalën teikos, shumë si teikei, teikea, në tikai, sepse ashtu e dëgjonin ata, ilirët. Dhe siç e dëgjonin këtë fjalë shkruanin, do të thotë muret në shumës, në ilirisht. Dhe teikos është në njëjës, në ilirisht dhe helenisht. Daunon teikos ka kuptimin muri daun, por edhe kështjella daune. Fjala teikos ka kuptimin muri kështjellës dhe kështjell. Në helenisht. Ky është mbishkrim helen, por është quajtur gjuhë pellazge, sepse helenët nuk thon tikai.
A thon teikos. Pra në thraki është gjetur origjinali. Daunon teikos. Muri i Daunit ose kështjella e Daunit, e ujkut, e Apollos ujk. Dhe kjo është gjetur në Serbi, por me shkronja latine të dashur shqiptar. Prandaj si ka rënë askujt ndërmend ta shpjegoj, sepse askush nuk e dinte që ilirët flisnin një dialekt iliro-helen. Dhe Daunit i thon ujkut në ilirisht, është sqaruar në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris, por jo në greqisht, të dashur shqiptar. Çfarë ka ndodhur? Ç'është kjo çmenduri? Të dashur shqiptar, ky është pikërisht mbi shkrimin në latinisht i Dauni Apolloni. Dhe është në rasën dhanore, sepse kështu shkruhet gjithmonë helenisht. Kjo rast është zhdukur në greqishtën e sotme, por ka mbetur në shqip. Është zhdukur në italisht, por ka qenë në latinisht. Pra, gjuha shqipe është gjuha më besnike e gjuhës ilire. Të dashur shqiptar, në gjuhën shqipe rasa dhanore është shkrirë me rasën gjinore. Pra ky mbishkrim kuptohet vetëm nga një shqiptar, prandaj se ka kuptuar njëri deri tani. Për fat mirë, këtu thuhet Dauni Apolloni, do të thënë Dauni ujk. Dauni ishte perëndia e ujkut, Apollo bëhej ujk në dimër, dhe ai udhëtonte tek Hyperboreans në dimër, sepse do psohet dielli në dimër dhe sipas grekërve, Dauni merrte në dorëzim Apollon, diellin, gjatë dimrit, kur do psohej Apollo. Po ashtu Ulkinion ka të njëjtin kuptim. Apollo bëhej ujk në Ulkinion, qytet i lirë. Por Ulkinion është emër për këdhelës në helenisht, të dashur shqiptar, një lloj si Dyrachion. A kuptoni? Pra ilirët flisnin helenisht, por grekët nuk e dinin. Grekët thonë që ilirët janë të ardhur nga Skythia, nuk është e vërtet. Ilirët flisnin dialekt helene dhe grekët edhe sot nuk e din, dhe ky është turpi i botës. Pra, si e bëron këtë zbulim? Në gjuhën shqipe thuhet ilajmi. Dhe fjala ilajmi vjen nga gjuha ilire, por dhe helene, lalimata, është emër asnjanës, do të thotë thashë themet, në ilirisht dhe helenisht. Dhe kjo është bërë në shqip ilajmi, është trajta shquar, është bërë emër mashkullor. E njëjta gjë ka ndodhur me Daunin, i Dauni. Dhe kjo është në një qytet i lirë që ka qenë Albanopolis ose Beograd në serbisht. Beograd është përkthimi i qytetit Albanopolis. Beo do thot i bardhë dhe grad qytet. Një lloj si Albano i bardhë dhe Polis qytet. Pra, emri i Beogradit është emri i albanëve, dhe atje është gjetur në Beograd, pikërisht, të dashur shqiptar, ky mbishkrim nga ekipi francez, dhe ata e quajnë këtë fjalë pellazge. Është shkruar me gabime. Dhe nuk e din ç'do të thotë. Nuk ekziston kjo fjalë në latinisht. Pra, kjo është një fjalë ilire e shkruar me shkronja latine. Kjo është rasa dhanore e ilirishtes, helenishtes dhe shqipes. Të dashur shqiptar, Dauni dhe Apolloni. Dhe tani do të tregoj unë që kam të drejtë. Shikoni me kujdes lakimin e këtij emri në latinisht, dhe këtu do shënoj është Apolloni, rasa dhanore. Ky është mbishkrimi i gjetur pikërisht në kështjellën e Daunëve në Albanopolis. Në latinisht, por kështu është dhe në helenisht, ta shikojmë? Të dashur shqiptar, ju lutem mos qani, në origjinal, në ilirisht dhe helenisht është Toi Apolloni, rasa dhanore, një lloj. Pra latinishtja ka marrë nga ilirishtja, helenishtja, por edhe fjala Dauni do të thot ujk. Dhe kjo është sqaruar në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris. Dhe këtë film unë e kam bërë më përpara dhe kam thënë që ky është emër ilir. Ta shikojmë tani se si është në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris, se do filloni të qani dhe të ulërisni. Këtu jemi në rrënjën indo-europiane 374 dhe kjo fjalë është gjetur në gjuhën e Avestanit, në gjuhën e Indisë së Vjetër, por është gjetur në gjuhën e Prygasve, në Epir,
e piri që është prygja ose bregu, një lloj si në shqip, dhe ky emër është në prygja Daos. Por është gjetur edhe në Azinë e vogël ku thuan prygasit, atje ishte Daoi në numrin shumës, domethënë ujqit. Dhe kjo shënohet për Apollon ujk. Po ashtu emri i Dakias vjen nga Daoi. Pra, sipas Ezikusit të Aleksandris, ky ishte ethnikoni Daoi ose ujqit. Po ashtu kemi në Azinë e vogël fjalën pellazge, lydiane, kandaules, që fjalë për fjalë do të thotë mbytës i qenit. Ujku që është mbytësi i qenit. Kan i thonë qenit dhe daule është fjalë për këdhelse për ujkun, mbytësi i qenit. Po ashtu në Thraki është gjetur perëndia ujk, kan dauon, fjalë për fjalë mbytësi i qenit. Ishte ujku, ishte perëndia e luftës, po ashtu dhe perëndia e Apollos. Ndërsa në Iliri, pranë Pogradecit të dashur shqiptar, janë gjetur disa kodra që gjithashtu quhen kandavia dhe kanë kuptimin mbytësi i ujkut. Është dhe një lule e tillë helmuese që quhet mbytëse e qenit. Tani këto janë quhetur dialekte indo-europiane deri në ditën e sotme dhe unë kam deshifruar këtë gjuhë indo-europiane, këtë mbishkrim, daunion teikos, fjalë për fjalë. Kjo në greqisht do të thotë kështjella dauniane, në rasën kallëzore. Po ashtu, Oros Skardon për Shkodrën, është emër helen, e kuptoni, për malin e Shkodrës. Ndryshe në Shqipëri është mali i Sharrit, por në helenisht dhe ilirisht kjo ishte Skardon në rasën kallëzore. Po ashtu, Oros Arbanon është emri i arbrit të dashur shqiptar. Ky është dhe kryeqyteti i grekërve pontik në detin e Zi, dhe gjuha e tyre shumë e ngjashme me shqipen. Ato i thon mizës myga, cakoniasit në Lakonia të Spartës i thonin myza dhe në Shqip është miza. Është një lloj, dhe ky është zbulimi im. Në gjuhën atikës kjo është mia. Pra këto dialekte pellazge nuk janë të njëjta si i atikës. Pra grekët flasin përfundimisht vetëm dialektin e atikës. Dhe grekët vetë kanë zhdukur të gjitha dialektet e lashta ilire sepse i konsideronin barbare jo greke. Pra fjala daun është ilire, është e sigurt kjo, është gjetur edhe në gjuhën gotike, është gjetur në gjuhët slave, në të gjitha gjuhët indo-europiane me kuptimin shtyp, shtrëngoj fytin e qenit. Pra, i dauni është rasa dhanore. Pse? Sepse në të gjithë tempujt ilir, kujt i kushtohet monumenti daunit. Pra, rasa dhanore është ruajtur vetëm në gjuhën shqipe të dashur shqiptar, po kjo është lemeri të dashur shqiptar, sepse në gjuhën shqipe, forma e trajtës së shquar, iliro-helene është prapa vendosur emrit. E kuptoni apo jo çfarë ka ndodhur? Shqipja është trashëgimtarja e vetme e ilirishtes të dashur shqiptar, ose dialekteve ilire, ndërsa greqishta është një gjuhë akoma më e prishur. Nuk i ka ruajtur rasat e lashta ilire helene. Tani këtë film unë e kam bërë para disa vjetësh për daunët. Dhe helenët janë tërbuar fare kundër meje. Jo vetëm që nuk janë gëzuar, por janë hidhëruar pa mas, sepse ka dalë që greqishtja sotme është dialekti atikës, unë këtë nuk e dija, ndërsa dialektet e lashta të tjera helene, ose pellazge, janë dialekte ilire të gjitha. Në fjalon e gjuhëve indo-europiane këto quhen gjuhë indo-europiane. E pra kur shkruanin këta indo-europian, shkruanin në helenisht. Ata shkruanin daunion teikos, fjalë për fjalë, kështjella dauniane, në rasën kallëzore, daunion. Po kjo është çmenduri, është emër për këdheles, daunion, e kuptoni apo jo? Është diminutiv, një lloj si ulkinion, fjalë për fjalë. Një lloj si dalminion, është kryeqyteti i dalmatëve, Dalminion. More, ilirët flisin helenisht, e kuptoni apo jo? Tani, nga ky diminutiv ka dalë trajta e shquar e shqipes. Kjo është çmenduri. E kuptoni apo jo?
Pra ilirët në mbishkrimet e tyre shkruanin me një greqishte të keqe sipas banorëve të Atikës. Jo, ilirët shkruanin në gjuhën e tyre anëtare indo-europiane, e cila ishte shumë e ngjashme me gjuhën e Atikës. Ishin dialekte. Pra grekët pa dashje kanë shkatëruar të gjitha dialektet ilire, por ato kanë mbetur në fjalorin e Aleksandrisë, përpara se sa të zhdukeshin. Nga dim në këtë, grekët kanë shkatëruar vetë dialektin Cakonias të Spartës. E mendonin të ardhur nga gjuha arvanitase prandaj, për shkak të fjalës miza. Unë këtë se kam ditur, këtë kam lexuar në një raport të fshehtë të një zyrtarit të UNESCO-s me origjinë greke që ankohej përse është trajtuar kaq keq gjuha e Cakonias, dhe ai e ka zbuluar, por është anonim. Nuk ka dalë me emër në internet. Puna e tij është në internet, do ta gjeni, shikoni vetë ngjashmërinë e shqipes dhe gjuhës së Cakonias. Ivata i thon ujët banorët e Cakonias, fjalë për fjalë, si në shqip. Por pikërisht banorët e Cakonias kanë qytetin e Lules. Lule, fjalë për fjalë. Në helenisht sot kjo është luludhi, është fjalë për këdhelse, lulja. Këtë kam gjetur unë, qytetin e Lules, çmenduri. E ku e kam gjetur këtë? Në fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë dhe në enciklopedinë e Bizantit. Pra dhe njëherë, ilirët flisnin dialekte helene, shkruanin në helenisht, por një gjuhë e panjohur për banorët e Atikës, nuk e kuptonin dot dhe e quanin gjuhë barbare. Megjithatë, unë kam gjetur që në tragjedinë e tij Triptolemus, Sofokliu tallet me ilirët, thotë është një gjuhë e shtrembër, iliristi. Pellazgjishtja ose iliristja është një gjuhë që shkruhet ndryshe nga gjuha e Atikës, sipas tij me gabime drejtshkrimore. Thosha unë, ç'është kjo? Pastaj shikoj një intervistë ku grindet një gazetar italian, Sgarbi, me Neritan Cekën, dhe kam parë këtë intervistë 14 herë. Dhe ai thot, Sgarbi, unë kam ardhur në Shqipëri me ftesë të një greku për të parë kështjellën e Bylisit. Dhe thot ai që këto mbishkrime në Bylis janë greke. Jo, thot Neritan Ceka, janë ilire. Pra nuk thot që janë shqiptare. Megjithatë, në dizertacionin shkencor të Neritan Cekës, të dorëzuar në Akademinë Franceze, pashtu në dizertacionin shkencor të babait të tij, Hasan Ceka, të dorëzuar në Akademinë Austriake, që të dy babë e birë, këto mbishkrime i quajnë greke. Përse do thoni ju? Sepse bëhet një diskutim atëherë në vitet 60, shumë i rëndësishëm, ku thuhet dhe vazhdon këtë diskutim edhe sot e kësaj dite, francezët thonë që kjo është gjuhë pellazge, sepse nuk gjenden në dialektin e Atikës. Shqiptarët kujtojnë se kjo është gjuhë shqipe. Edhe një herë, kjo është gjuhë e shkruar helene, por fjalët nuk kanë kuptim në dialektin e Atikës, por gjuha është helene. Është një lloj sikur të flasësh sot në dialektin e shqiptarëve në Malin e Zi, ose të Maqedonisë, ose të Çamërisë, ose arbreshët e Italisë, megjithëse kemi fjalë të ndryshme, komplet të ndryshme. Gjuha është shqipe. E njëjta gjë është për këtë gjuhë pellazge, edhe thrake, edhe prygase, megjithëse ato kishin fjalë të ndryshme, për shembull përdorin fjalë me bashkëtingëllor të zëshme, të pa aspiruara, ndërsa helenishtja përdor fjalë përkatëse me bashkëtingëllore të pa zëshme dhe të aspiruara gjithmonë. Ky është ndryshimi. Pra, një helen nuk kuptonte gjuhën e prygasve dhe as gjuhën e ilirëve, por kur e shikonte si shkrim, e kuptonte që ishte e ngjashme me helenishtën, sepse gramatika e gjuhës ilirëve, pellazg, e prygasve pellazg, lidianëve pellazg dhe thrakasve pellazg, kjo gjuhë është gjuhë helene. Çdo të thotë gjuhë helene. Emrat lakohen në përrasa si në helenisht, një lloj. Foljet zgjedhohen një lloj si në helenisht, por janë me kuptime të ndryshme. Në një dialekt i thon mbytësi i qenit, në një dialekt tjetër Apollo ujk, por po ti shkruash këto gjuhë, po të shikosh
Mbi shkrimet e gjetura në kështjella, në tempuj, në stela të ndryshme, gjuha është helene. A kuptoni apo jo? Rasat janë helene. Tani, përfundimisht, i dauni, ai ujku, është një lloj si shqipja, i lajmi, nga lalimata, thashë themet, në gjuhën helene. Ka ndodhur e njëjta gjë me fjalën i dauni dhe i lajmi. Dhe ai që nuk di shqip, nuk e kupton që i dauni Apolloni do të thot Apollo ujk, por në rastën dhanore. E kuptoni apo jo? Kjo rast dhanore nuk është në greqisht, nuk ka. Greku i sotëm këtë nuk e kupton. Edhe po t'ja tregosh me shkronja greke, po ky mesazh është i shkruar në latinisht. Por fjalët janë helene. Por dhe ta shkruash me fjalë dhe me shkronja helene, një helen se kupton sepse nuk e ka rasën dhanore, kuptoni apo jo? Rasa dhanore është në ilirisht. More e kuptoni apo jo që kjo ras është në shqip, ilirisht dhe latinisht. Pik. Prandaj nuk është gjetur deri tani, e gjeta unë. Këtë zbulim e pash mbasi të gjitha këto intervistat e Neritan Cekës, se si ai grindet me arkeolog të ndryshëm, është grindur dhe me një arkeolog spanjoll, i cili thot që Butrinti është grek. Jo, nuk është grek, është ilir edhe Butrinti, në fakt ka qenë ishull, i rrethuar me det, është bërë tokë. Edhe si kur t'ishte grek, ka qenë ishull dhe është bërë tokë, mbi të gjitha. Dhe Butrintin nuk e kanë shkatruar slavët dhe ilirët, por Butrintin e ka shkatruar kisha ortodokse dhe kanë ngritur me gurët e Butrintit kishën ortodokse të parë, quhet kishë paleo-kristiane, kisha më e vjetër në Butrint. E njëta kishë, ose më saktë 5 kisha janë ngritur në Byllis me gurët e Byllisit. Janë gjetur në kisha pjesë të tempujve, pjesë të stelave për të ngritur muret e kishave. 5 kisha janë ngritur në Byllis, të dashur shqiptar. Të gjitha muret nuk janë prishur nga shqiptarët, siç thot literatura greke, por nga kisha ortodokse. Tmer o tmer. Këtë do ta gjeni në të gjitha kishat e vjetra në Shqipëri. Të gjitha janë ndërtuar nga kisha ortodokse e Bizantit, që shkatroi tempujt pagan dhe ngriti tempujt kristian të parë. Ju betohem, në çdo kishë të vjetër do gjeni copa tempujsh, mbi shkrime të lashta për zotat pagane. Ky është një tmerr i jashtëzakonshëm që ka ndodhur. Po ku do i gjenin gurët pra ata? Morën gurët e banesave të lashta ilire. Përfundimisht, të gjitha kishat e ndërtuar në Shqipëri janë ndërtuar me gur të mureve pagan. Murit të ujkut, daunion teikos, fjalë për fjalë. Sot mësua. Na kanë akuzuar ne si shkatrues të qytetërimit helen, neve shqiptarve, në të gjithë literaturën greke, dhe duan të na marrin ne jo vetëm Shqipërinë e Jugut. Duan të na marrin të gjithë Shqipërinë, sepse kudo në Shqipëri ka toponime helene, por dhe në Kosovë, deri në Serbi, në Kroaci, i gjithë gadishulli ilirik, ka qenë i banuar me banor që flisin dialekte iliro-helene. Dhe grekët i duan prap këto, por këto nuk janë vendbanime greke. Grekët kanë folur vetëm një dialekt të Atikës. Tani, këto interpretimet e mia i kanë tmerruar grekët, përse? Në qoftë se banorët e lumit të Thyamisit, çamët, janë vërtet ilirët, ata me filmat e mi do kërkojnë në Parlamentin Evropian me këto filma, me këto dokumente, tokat e tyre, sepse ata janë ilir, helen, çamët të dashur shqiptar. Janë ilir autokton, shkruanin në një dialekt tjetër nga i Atikës. Dhe edhe lumi Thyamisit s'ka kuptim në greqisht, është emër ilir, është e vërtet. Ka kuptimin sakrificë në ilirisht. Sakrificë për zotat. Ju falenderoj të dashur shqiptar, për dashurinë tuaj, për komentet tuaja, ju dua me gjithë zemër, unë jam patrioti më i madh i gjuhës shqipe. Ju lutem kuptojini këtë. Dhe këto zbulime nuk do ishin bërë sikur Neritan Ceka të mos ishte grindur në televizion, që këto janë bishkrime ilire, jo greke,
por me shkrim në dizertacion e tij ai ka thënë që janë greke. Edhe babai i tij Hasan Ceka këtë ka bërë dhe e kam me dokument në origjinal. Nuk e mohojnë dot. Le të thonë çfarë të duan ata në për intervista. Jati i tij ka vdekur, jetoi 99 vjet, gati një shekull, sepse dëshira e tij ka qenë që ta bëj Shqipërinë Greqi. Ky ka qenë qëllimi i Hasan Cekës, që ta dini të sigurt. Ju e keni hero kombëtar, këta janë heronjtë të heshtur të Greqisë, të dashur shqiptar. E kuptoni kush është heroi i heshtur? Një arkeolog që zbulon mbi shkrimet ilire dhe thot me shkrim që janë atë greke. Ky është Hasan Ceka, ky është Neritan Ceka dhe kjo është dhe vajza e tij Olgita Ceka, të dashur shqiptar, të gjithë me dezertacione ku flitet qartë që këto janë mbi shkrime greke. Ata asnjëherë s'kan thënë që janë shqiptare. Pra kur thonë që janë ilire, kanë të drejtë. Këtë zbulim e ka bërë Neritan Ceka pa dashje. Nga që ka qenë me dy fytyra. Këtu i thot shqiptarëve janë ilire, pellazge, me shkrim thot që janë greke, por duke dashur të gënjej ka thënë të vërtetën. Ilirët kanë folur dialekte helene të dashur shqiptar, po jo dialektin atikës. Pra Hasan Ceka dhe Neritan Ceka kanë të drejtë, janë dialekte ilire dhe jo greke të atikës. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.